Pak që e showbiz je Big Brother edhe në këtë edicion të Kosova Live, që në fakt kemi shumë për diskutuar edhe për këtë pjesë, por deri në fund do të kemi edhe çështjet e tjera jashta showbizit e Bigut. Zoja është sot me ne. Zoj, mirë se erdhe. Mirë të gjeta. Dhe është rikthyer sot Rida këtu në Kosova Live bashkë me ne në studio. Rid, mirë se erdhe. Mirë se gjej, ja ku jam. Mirë se vjen. Ja ku je, në fakt ti ke qenë në një moment tjetër në studio, do të kujtohet që kur ke qenë aty pa dal një debat aq i fortë i momentit këtu jashtë klarifikimit, le ta shohim se çka po ndodh me ty. Të shohim. Besoj Ka moment që muj më shpërthy kur kujtohet disa situata. Ajo rastësisht Edhe rëndësishme që deklaratat tua marrin shumë mendje. Edhe po du me nis me ty, se nuk kemi nuk kemi diskutuar për Big Brother me ty, për njerëz që merren me këtë profesionin tënd, sa i përket psikologjisë, por edhe sociologë të shumë, janë duke pasur një vëmendje shumë të madhe ndaj Big Brother për atë që ndodhet mbi të gjitha për fenomenet që shpërfaqen. A e keti një vëmendje kaq të madhe ndaj këtyre reality show për momentin? Në fakt po, sepse edhe në Big Brother është një karakter si i Amirit, si i Ridës, si ndoshta ne kur i shohim ata, shohim copëzat tona në transmetimet të ndryshme, edhe pse Big Brother është, domethënë, test presione. Një pjesë prej tyre nuk janë vetvetja 100%, i shohim shpeshherë, dje po ata mundësinë me përcjell pak edhe në pika të shkurtra prime, por është një presion, është presion psikologjik edhe e dim që një pjesë prej tyre nuk janë 100% autentik. Isha duke diskutuar edhe pak më herët, edhe pse është reality show, definitivisht kemi nevojë me pa një personalitet që është tamam 100% vetja. Ka prej atyre që më kanë zhgënjur. Po ka që janë reale, apo jo? Për shembull, kush sipas teje në këto vlerësime që i bën? Po për shembull, Amir e din shumë mirë që unë kam realizuar edhe intervista me shumë, domethënë, artistë, që është edhe një prej tyre Labino Tregja. Në vizionin tim në fund të ditës. Tani po e diskutoj pak edhe në atë rolin e gazetares, po edhe psikologjikisht bëhen, domethënë, situata për lojë. Domethënë, për lojë, i kemi pa disa situata që janë kriju, për shembull sulmet e si që kanë qenë kundrejt gjinisë së bukur, që nuk kanë qenë as pak debate që besoj që i pëlqejnë audiencës, edhe që përcjellin ndonjë mesazh, për shembull definitivisht është pak dëshpëruese. Pra ti po thu që ai nuk është real, kjo. E them që nuk është real edhe krijon situata për lojë. Që janë vetëm për lojë, por që nuk i përkasin personalitetit të tij. Del prej vetes dhe nuk i shkon as pak për fytyrë. Po çka të bën presionin? Do të thotë një person që është në një person në një presion të kamerave 24/7, pse ndryshon? Dhe si ndryshon realisht? Po, zakonisht është ai stresi dhe ato pikpyetjet se si po msha audienca. Automatikisht mas ne kemi dëshirë me shfaq atë perfeksionin, ku po i shohim këtu pamje. Po, se kemi folur edhe për këtë po. Edhe domethënë e mendojnë që është me dalë sa më perfekt përpara publikut, automatikisht na e dim që s'jemi perfekt. Asnjë prej nesh nuk jemi perfekt, kështu që të kapaj sikleti edhe nuk je vetvetja. Është test presioni. Në rregull. Zoja, po, alergjia, unë është shumë me fotografi. Lidhë diku Zoja. Kush është vetvetja? Si e konë këtu, limi ka dalë, Bibiku. Apo jo, këpa diçka lajme, po pres detaje nga Zoja. Po, regjia në ndihmoni me Treshen edhe Zoj. Jo, unë menoj që nuk janë edhe shumë vetvetja, se i kom pa Big Brother të mahershëm që janë kanë, kur nuk kanë ekzistuar rrjetet sociale si tash që ekzistojnë. Muj me thonë është një dozë ma të vogël janë kanë ma reale dhe kanë vepru në ambientin e mbrëmshëm në atë mënyrë që ata e kanë një vetën. E tash me rrjetet sociale këta ma shumë përkushtohen që me dalë memet, që me bë diçka ma interesant me i ra në sy njerëzve, kështu që menoj që çaja lu një rol shumë të madh rrjetet sociale që janë tash që tani përdorim edhe nuk mujna me ikë për të na, menoj se ajo është një dozë shumë e madhe që ka ndikuar që këta mos më kanë shumë real, se ka do që stilën e bojnë kaj taktik të mënyrës të komunikimit, qëndrimit, se qysh me u bë meme, qysh me dalë të njerëzit, qysh me ra ma shumë sytë ata. Kështu që Big Brother ma herët që jënë bë, menoj që jënë kam pak ma real njerëzit, se nuk e kam pasat presionin e rrjetet sociale edhe me fituat dëshirën e personave që jënë mirë për shembull me to, edhe pse s'kan ekzistuar atëherë. Po menoj që atëherë janë kanë ma reale dhe tash ma jo. Pra më shumë bëhet për rrjetet sociale. Me pyet Ridën, sa e vështirë është të e pas parasysh që 24 orë para kamerave për disa muaj, sa e vështirë është mos me qenë vetvetja, gjatë gjithë kohës, pra ti po tenton me qenë dikush tjetër?
Po besoj që është jashtëzakonisht e vështirë. Unë besoj që janë edhe skenaret saktume në cilat përmbahen sipas atyre skenareve ose fjalëve që duhen me i fol. Mirë po ka fjali cilat definitiv të mbesin në kokë ose flasin fjalë cilat mujnë me pas ndikim të mirë në fund të ditës të audienca kur i shohim në prajme të ndryshme. Besoj që secili e zgjedh çka po don me servu mas mirë te publiku. Zoj, me që kemi këtë treshe, duket që me gjithë tentativat është vështirë për të prishur dhe për të ndarë, se ka një lidhje edhe emocionale. Si po duket, a ka gjasa që vërtet këtë treshe të shkojmë në finale me këtë që po shohim tash? Nashta prej 3 karaktereve të ndryshme që i kanë këta nashta është vështirë, përshka nashta unë mendoj që 2 vetë për të në mujnë me shku në finale, jo 3, se dikur fillon me u përqa ajo treshja. Unë kam thekë dhe vazhdoj me ricekt që Eliona pak është penges për Klodin, po nuk është që së më ka lindë dhe një dyshim që Eliona dhe Klodi përbaj një farë afirmiteti bashk me tërhek pak vëmendje në Klod Lëndrem, për me u do kë Klodi pak maj afrushëm me Elionën, që me lanë hijat pjesën e orientimit seksual që ata e kanë sek. Unë e dja bashkë kështu e këshyre dhe më pëlqej shumë Benita. Nashta Benita kish pas pak nevoj për bellën e vetë mi apë energji dhe me këthy pak në loj, se dje pak argumente shumë të mira dhe mënyrën që ajo e të sharajke dhe thajke që ndryshe nëse një mashkull është me një lidhje. Ti okej nëse ja shpret pëlqimin është shumë okej, po për ty nuk është mirë nëse ti shkan mrapa që e bëjke krahasimin me Elionën, që do më thonë gabimi ku është këto, nëse Eliona ja ka shfaq pëlqimin Klodit, ajo i ka shku mrapa, e ka përqaf, i ka nejtë gjatë gjithë kohës parasyve dhe normal që është një lloj pengese që si me i thonë Klodit hek shërëm të pëlqej unë e liatët që e ki jashta. Në krahasim me Benitën që vetë që ka shprej pëlqimin edhe është tërhek. A bën Klodi mas Benitës, sa nuk bën është problemi Klodit. Po në atë rast më pëlqej shumë Benita që e demaskoj pak grupin. Po, edhe kjo është një pak presionin në kamera. Po, du t'i pak në analize pak profesionalit, ta themi të kjo treshe, të kësjeljet e tyre, qka shë, ku realisht ka një pëlqim dhe kush është më rill në këtë raport? Atër unë mendoj që Klodi, në vizionin tem ka 100% pëlqim për Benitën, edhe vetë fakti, do me thonë qysh Benita, thjesht i pëlqen Benita, nuk ka do një regull caktuar të pjesa pëlqimit, e për shembull pëlqimi i Elionës për Klodin është i sinqert, mirë po Klodi është më shumë si shoqëri. Ne e pam në prajmin e djeshëm, edhe si u diskutu pak a shumë sa Rita me përcjell në pika të shkurtra, definitivisht u tha se më shumë i shes si shok, do me të ndohë opinionistët e diskutun që Klodin dhe Elionën i shohin më shumë si shok, realisht, është një lloj energjie e tillë, por se po luhet një loj e njëjtë edhe prej Benitës, edhe prej Elionës, kjo është 100% diçka që po shihet. Po sa të më besoj që ma shumë e bojnë bishme ne në loj, se po, e gjykoj këtë tampon Elionën, por realisht po vepron njëjtë. Po qenë këtë rast për shembull Benita nëse e këshyrim aja ka lujt vetë. Pa ka shku ka ludo, pa ka shku ka labi, pa ka shku ka krejt. Do më thonë momentalisht loja vetë me Elionës është vetëm qifti me Klodin. Nuk i dia është edhe ti në këtë këndvështrim, po në mënoj që e loja saj vetë me momentalisht është vetë që qifti edhe shoqënia që e kanë treshja, në krahasim me Benitën që ka pak shkën me krejt e bën ka një loj. Po, përshjet në debatet tjera, ndështë ma shumë se Elionën. Lunë ma shumë vetë, në krahasim me Elionën. S'po dia është edhe ti në të njëjtën... Paka shumë. Rida, një tjetër raport shumë i diskutum, edhe që mund të bësh këtë analizë, janë pikërisht lëndrimi edhe Klodi. Si esha, një shoqëri shumë e sinqert që edhe në gjallë dyshime, apo fshet diçka më shumë? Psikologjikisht, nuk është që jam gjithmonë e thëmë këto eksperte e çështjeve, po isha duke pa para shumë kove një film, një super film, që është Call Me By Your Name. Ne psikologët duhet me qëndru neutral, edhe nuk duhet asnjëherë me gjyku. Mirë po, është diçka e lezetshme për me u pa raporti i tyre. Mënyra që komunikojnë me njëri tjetrin, ndoshta edhe orientime seksuale, dhe pse ne nuk e kemi pa ndonjë gjest që është i papranueshëm nëse shohim në transmetim në Big Brother ose edhe gjatë ditëve kur nuk është prajme. Këta flasin krejt normal, komunikojnë, bëjnë debati, kanë ato humoret edhe ca zona që i lëshën ko pas kohë lëndrimi që ka njëre në bezdishme realisht për mu. Jo për gjithë në shta. Nuk e di se që shpoj prana në audienca, mirë po jo që po doken shumë nice. Kështu që mu po më pëlqen kjo raport, edhe në qofë se egzistojnë
në jetën e përditshme dy persona të tillë me një qeshi lloj energjie, unë mendoj që është e këndshme me i pa bashkë. Paktën në fund të ditës nuk i gjykoj, ka të tillë që i gjykojnë dhe e dim sa shumë ndodhen situatat ndryshme dhe komentet ndryshme gjithandej në rrjetet sociale, po këta dëja. Që unë jam shumë e lumtur që në këtë studio është të ndatë njëtin me një me mu për lëndrimin edhe Klodin, se zakonisht krejt kush janë kanë këto musafir, ka pas dyshime në raportin e të në është që që jenë ato e po me të njëtin sy. Pra ishte si shok, si dy shok, si një shoqi gazet me një raport shumë të zezshëm. Një moment tjetër me Soj Tresha dhe Albës, që besoj keni pa mbroma atë klipin, prej të cilit dolën edhe ato analizat e tjera të saj që është bullizuar e gjanat e tilla, si e pat në fakt, edhe pse ishte përçesha, ishte diçka funny, le ta themi, po Rida, tani më pas lidhesh edhe ti këtu, te kjo çështja e bullizëm që aq shumë është i përdorur, domethënë që kanë përshtypjen ndonjëherë njerëzit edhe që janë aty brenda as nuk e dinë se çka është bullizmi. A mundesh më na shpjegoj pak, a pat realisht bullizëm në atë raportin kësaj Treshe që Alba ju shkonte mbrapa, ata nuk dëshironin me bisedu edhe u bëni farloje e këndshme, le ta themi. Pak po. Alba jo vetëm në këtë reality show, po edhe në shumë reality show të tjera është të sulmuar edhe ka kriju bullet protection, dhe me thënë mbrojtje ndaj plumbave, edhe psikologjikisht shumë mirë përkthehet kjo për shkak se edhe në jetën e përditshme është mirë kur e krijojmë një farë lloj mbështjellësi që sado që kemi sulme ose thika le të themi kështu në mënyrën figurative, jemi prap imun, po ke bullizëm, definitiv. Mirë po, nështë nuk po lidhna direkt me atë situatën që realisht do dhe edhe i këshin komunikimit me Albën, do me thonë në shumë situata, Alba është një shembull që duhet me luftu për diçka që e do njerë zakonisht shumë, sepse është gjyku shumë për pjesën e limit, edhe për to është një big up që shumë situata ja ka prish. Për shembull, kemi pas një moment, do shta për dalë pak prej temës, po për të lidhem prapë te Alba dhe Limi për shembull me Dolçen, ku e patën momentin e përqafimit, edhe deshtën me kriju një situatë, në fund të ditës Alba ja prishi edhe mu nuk ka që ma ndronë mendimin që Limi i ka mend të Alba. E ka një respekt për Alba, nuk është gjithçka te asetet edhe te pjesa e trupit, do me thonë ti mundesh me u dok super hot. Po vret që ka një kimi ma shumë se që ka pas një kimi për Alba në sytë e mi edhe mendoj që ka dashni Limi për ta. Rida, ndoshta një kimi munden edhe me pas, veç respekt, besoj që respekt është diçka tjetër, a? Nga ato që kemi respekti i munguar. Apo ndoshta Limi, edhe pse rrin me Dolçen, sa ka qenë brenda, tani se Limi na ka dalë nga shtëpia, edhe pse që rrante me Dolçen, menti ka pas te Alba, edhe Alba ka arrit gjithmonë ja prish momentet Limit me Dolçen. Okej, ky është analiza jote. Te kjo pjesa e respektit është shembull që duhet me ndjek vajzat edhe me bëj gjithçka, me duru gjithçka për dikon që e dan, se mundet me lënë këtë shkëtime kjo. Albën është shumë luftarake. Albën është shumë luftarake. Jo ndoshta shembulli më i mirë për çdo vajzë, po mu më pëlqen që është shumë luftarake. Pra se në këtë rast ndoshta e kam sekt që ajo e ka pasqyruar edhe pak raportet e shumë çifteve që janë në jetën e përditshme që janë super toksike dhe kanë sjellje po të njëjta. Domethënë ka herë më vjen çudi pse njerëzve ju duket e çuditshme, nëse ajo ashtu i bë ato veprime, se ka shumë çika të cilat po i bëjnë ato veprime, por nuk është me u marr shembull, po është me mësu prej saj që mos me bëni veprim, që nëse një çik në jetën e përditshme ka një raport të tillë me një mashkull dhe i shes sjelljet e mashkullit kundrejt saj, ajo me u tërheq. Mos me bëtë njëjtin veprim si Alba, se jo krejt janë Alba, që mund me duru dhe me bajt tonat presion që ja bëni mashkull. Ajo ka dashni për Limin, po edhe Limi ka ndjesi për Albën edhe ndikon Alba tajt paktën në vizionin tam. Dashni po nashta jo deri në atë pikë, se une për një men Alba gjithmonë ka pëlqy për guximin e saj që e ka, për mënyrën që shkomunikon, për qëndrimin edhe krejt këto më ram, po okej, edhe unë e kom thonë, e marrë me një shembull që ti duhesh me luftu për dashni, duhesh me luftu për çata që don, sepse jo, po jo deri në atë pikë. Se e patëm një pikë të lojës për shembull, që Limi e tha apo, se nuk e di akom që 100% e vëmendshme, u rikthy te Alba. U rikthy, po prap ju rikthy edhe prap ja nisi më koni pasjallshëm me to, që mos më pëlqejke në momentin që asoj ja dorëzoi zarfat, e ngriti pak më thonë, ai me një herë unë e komplit që ai ka më konë shumë i egrë kundrejt banorëve tjerë, nuk ka me liju banorë tjerë me ofendu Albën, pa ai e boni vetë shatsen edhe prap vazhdoj ke i lejke banorë. Dhe më thonë, mu pak më ka dëshpru që se ka menu që ka më konë i farë mburoje me Albën, po që nuk ka dojë. Knej nuk lejke me sulmu banorët e tjerë Albën, Knej vetë, është një karakter do të tipik. E çka ndodhi me Dolçe në këtë raport? Çu shpjegon Rida? Dolçe, një femër me super asete, dhe cila është e fjalla që u bu shumë virale, ragazzi,
është ajo? Femër, i kom mësu, dhe me thonë i kemi mësu për mesh, janë disa fjallë, por ndoshta nëse jo që mundet me e bo 100% një karakter si kur limi për vete. Jo. Alba është shumë e thellë, në sytë e mi, ka karakter shumë fort. Pra ti po të që loj ka qenë, mësh? Ka qenë 100% loj. Nuk janë vetëm asetet që mundën me bo për vete një mashkull, dhe me thonë. Definitivisht. Karakteri Albës pëlqen shumë, mënyra që është din me uqase dhe është për me u vlerësu se është një femër që ka limite, ka kapacitet edhe din shumë mirë shka flet, jo gjithë banor të vrinë me ndëgju gjithmonë deri në fund, sepse shpesher ato fjallë që ajo i thëtë janë nështë too much për disa të tjerë, janë të tepërta, por gjithmonë ka argument dhe në qka do që e thëtë, e din qka flet edhe është mjaft të thellë. Që mu dje nuk më ka pëlqy mënyrën, okej, mujna me kuptu që kep qesharake dhe mënyra që shë lojtë na për shpe dhe bënë në gjeste, po mu nuk më pëlqej që u këthy në humor krejt qajo. Pa marë parasysh u dasht me u trajtu edhe pjesa Olbës, e cila unike, që ashtë asaj pjesës qesharake që neve nga kanë bo me kesh mënyrën po. Do më thonë, aty nuk u muren as opinionistët, as Alaudini me Jonida, nuk më pëlqej sa ajo ndigoj pak keq të Olba. Se mu më pëlqej Olba në momentin që du limi, ajo erë një farë power, një farë fuqia dhe u këthy aja Olba që u konë që i ka sulmu krejt, edhe po dalim të qaja që one e kom cek që kom thonë Olba është e fortë dhe pa limin edhe pa një banor tjetër. Për shkak që është në gjendje me u kap me gjithë të cilin, është në gjendje me kriju drama, me kriju skena me gjithë të cilin personazh që është aty mrena, edhe me kriju lojën e saj. Po absolut mu së më pëlqej pajtona me këtë që keni loj bullizme, se edhe nëse është një situatë qesharake, nëse unë ankona për diçka që mu më ka prej, ti duesh me trajtu atë situatë, edhe më qetësu edhe më majop ti mu një mbështetje tane. Jo më thonë që shja bëjshin, më zgabofsha si në humor bre, këthyna për dini thanë hajtë si sen së kjo punë. E menoj që duhet mu trajtu pa marë para styrë qëfar do situatë që është atë. Edhe nëse është qesharake, nëse personi tjetër nuk është unë i mirë, ti duesh me trajtu deri në fond edhe me gjithë zgjidhjen e qasaj. Dhe më thonë aty i japin fuqi 3 persona, edhe Alba me ti për keq. Pat shumë Edhe nuk kritika pat për mënyrën që është mund të vazhdojke me këty situatën, edhe i jep ke zo fjallës vetë dhe jo me Albën që nuk na pëlqej as neve mënyra e reagimin që shepatën komplet kundrejt Albës. Rita, lojat psikologjike natyrisht është shumë e vështira, sidomos kur shkon ka finalja. Kë e shesit fort në aspektin psikologjik që është i përgatitur për këtë lojë vërtet. Ju e përmendet Albën deri më tash, ne kemi parë shumë momente kur banorët janë drejtuar me këtë që ti shko te psikologu, ti shko te ai, ki nevojë për psikologë kështu më radhë. Kush janë banorët që ti she të përgatitur edhe në aspektin psikologjik për ta përballuar këtë lojë? Albën vetëm me cekëm. Është do të thotë Alba për ty? Është Alba. Në rregull. Është Alba. Për finale, po mendon, për finale. Alba, Hygjerta, Pase, Lëndrimi. Lëndrimi, okej. E dhe shtresha, po? Po. Sa do që janë? Kur jemi tek lëndrimi, po. Kur jemi tek lëndrimi, sa do që është viral në rrjetet sociale që e tha edhe Zoja që sot bëjnë shumë skema pikërisht për rrjetet sociale, ka pasur një lloj le ta themi kritike që si banor realisht, edhe në debate nuk ka qenë i fokusuar, gjë që tash po ndodh realisht, është shumë i fortë. Kur bëhen bashkë këto dyja realisht, a e bëjnë të fortë lëndrimin? A e sheh kështu? Besoj që po. Kush është më strateg, lëndrimi apo Klodi? Strateg. Klodi. Pse? Klodi është shumë strateg. Edhe mënyra që din me analizu, po edhe i din momentet kur shka do në me marë prej banorëve të saktum. Elionën si eshe, se Zoja gjithmonë është kundër lojës së saj, le ta themi. Lojës sepse s'kemi të bëjmë. Kundër lojës së Dhe me thonë pak ta dë, nëse nuk i japim pak magji dy shokët e vetë, problem. I drejtohen shpesh duke jo arsyetuar me moshë. Dhe le ta themi edhe ne le të nisim nga këtu nga mosha. Për moshën që e ka, a ka arritur mirë ta përballoj këtë lojë? Për moshën që e ka, i ka kalu edhe shumë pritshmëri. Pritshmëri, da. 19 i ka tash, ta kena ditë. Nuk e kena më 30. Po jo se qëre nëse tjertë ju kanë referu Elionës si 18 vjeqare, Eliona asë njerës ka dasht më do kësi 18 vjeqare. Ta kena parasysh edhe këtaja, gjithmonë ka thonë jam mjaftë rritun. Pa marë parasysh na shumë plotësisht e kuptojna moshën e saj që është e re, po mënyra sa është e përgatitne, sa është psiqikisht në këtë drejtë, nuk është për 18. Na gjenerata jonë si na konë aq
taft, më thonë, ose aq përgadit, sa është ajo. Ajo qetësia që e ka, se ndoshta në pak të nuk e ka, në i farë menqurije, haj, me thonë, ose besoj që po ajo. Ose ndo një temë shumë interesante që ka mujtë me ndohë Jo, ati pëse sa ajo është edhe shumë ofenduese. Ajo nuk dhe me ba një debat edhe nuk dhe me ta shqedhu një debat nëse nuk ofendan. Është shumë ofenduese si pas mendimit tam, edhe në momentin që ofendan dikan është shumë lehtë nëse unë të ofendoj ty dhe me thonë, më falë se dita që të prejkë. Unë automatikisht në momentin që jam të debatu me ty edhe e kam një konflikt, unë e di pikat ku mujën e ty me të prejkë, edhe ku mujën me të ofendu. Mas nej nuk marrë shtyton fakti pëse unë e ty të thamë, valla nuk e dita që prejkë është. Po, ajo është edhe sikur na nëse do me lëndu dikan gjatë biseda dhe gjatë konfliktet që i kiti, mundosh me prejkë pikat ku ati i dhebë, të njëjtën se në bën edhe ajo. Mirë po për që na ka kalu pritshmëritë e Eliona, na ka kalu për shkak se në transmitimet e para të Big Brother nuk ko mujt asesi me parashiku që Eliona vjen deri në këtë pikë të lojës. Që çka e ka dërguar Eliona deri në atë pikë është një pikpyetje shumë e madhe edhe shumë pikpyetje pastaj që vinë në kokën time për më ardhur Eliona deri në këtë pikë. Ka ardhur deri në këtë pikë në bazë të çiftit që thash, se nëse nali është edhe me menu, çka ka bëj Eliona? Jo, në fakzoj edhe në Prime është e mirë me argumente, duke pas është e mirë me argumente, po ajo që që nuk ishte, veç pak, ajo është shumë ndryshe në Prime, është shumë ndryshe gjatë javës. Në Prime është ma e heshtë. Pani lejtare, kështu që... Jo, se ti Prime është koha jote. Jo, Prime është koha jote që ti duhesh me shtjellu që ato që ka ndodhur gjatë gjithë javës. E jo ti me kon ma e qetë dhe mos me reagu në situata. Ajo vazhdimisht është ofenduese, na e dim sa shumë e ka ofenduar edhe Benita. Benita asnjëherë s'ta ka ofendu. Edhe Alba është me ja dhënë dorën, se kur në jetën e saj që po bën 2 muaj sa Big Brother, unë nuk e di që e ka ofendu dikën. Po, në debate e vërtet është po. Domethënë është kur del kena ja dorën. Rida, kë e shek fitus nga këta që janë sezojave që ka thënë, e dim. Kjo pyetje shumë e vështirë, po më vjen. Definitiv, kë e shoh fitues. Po, në analizat e tua që i bën, në sjelljet, në debatet, në gjitha edhe jam mjaft feministe, kom qef me pa që po fiton në Big Brother një femër, realisht, apo 10% jo. Nësë më të besuar. Apo 10% që dorën, mos besosh. Që dora. Bëna një foto që ka. Ma mirë që the Alba si sa Eliona, se zoja si është nalë tani. Jo, s'ko na i sten kundër asaj me fitu, po nëse shenë kënë vështrimin e lojës, Alba u ka me krejt në gjyrat, Alba e kalon vetën, u ka në mërzitur, u ka në lumtur, ka luj, do më thonë, i meriton krejt, i ka krejt meritat që më kanë fitu, se edhe pse mos me qenë një femër që e fiton. Bitë gjitha. Hajde le të shojmë. Faleminderit shumë që ishit sot. Kemi mbrit në fund sepse kemi edhe diçka tjetër, zoja kur nuk është e kënaqur. Jo, s'jam e kënaqur se do është amullit se rasti i ose e realizojmë lidhjen direkte, mund të themi prapë. Po jo, se s'na u lidhën, nuk na u lidhën. Thuje me një fjali, zoj, thuje me një fjali. Jo, s'është e gallë se do është me u lidhë me temën e Aurorës dhe aty në 2 qikat që e patën rastin e halës vet atezës që e kanë bëhat që ka ndosht mja dhonë kërë ka në vogël, që atë temë do është ta me shtilu, po gjithë se Anja, është temë në vete, për hala, për teze flasim një herë tjetër. Që tash po du. Faleminderit shumë.